Rikthehemi në studio, natyrisht dedikuar kësaj here, kësaj datës 1 maj, ditës punëtorëve. Një dedikim të veçantë do t'jap Genta në lidhje në sajtë drejt për drejt, dhe unë duam një herë ta përshëndes në këtë mëngjes. Genta, mirëmëngjesi. Përshëndetje Stella, përshëndetje, jemi gati. Do të flasim sigurisht për simbolikën e ditës punëtorëve, por jo vetëm, dhe tjera zhvillime që kanë ndodhur në gjithë këto vite. Kam shumë kënaqësi të kem zotin Genci Kojdeli, drejtori i përgjithshëm i shërbimit kombëtar të punësimit. Faleminderit që jeni One Morning. Faleminderit për ftesën. Sot ne preferuam të mos ta kishim një ditë pushimi, në fakt, paçka se është 1 maj, në respekt të ditës ndërkombëtare të punës, ne sot që dihen në fakt, sot edhe nesër kemi hapur në Pallatin e Kongreseve Panairin e punës, punësim mundësi 2014. Në Panair kemi rreth 80 kompani, kryesisht shqiptare, për të huaj që operojnë në tregun vendas, paka shumë mbulim gjeografik nga gjithë Shqipëria, të cilat ofrojnë rreth 6200 vende të lira pune për tregun vendas. Sa mirë. Një mundësi të jetë e mirë kjo për të patur kështu ndoshta një zgjerim të hartës e njerëzve të punësuar. Megjithatë, do doja të ndaleshim pak tek zyrat e punësimit. E biseduam dhe pak më parë këtë çështje. Sa e rëndësishme është kjo për të ndihmuar njerëzit pak të orientohen në tregun e punës, jo domosdoshmërisht të gjejnë punën ideale për ta. Spari, lejom të them që unë nuk besoj ke puna ideale. Sigurisht që duhet të ketë një punë dinjitoze, një punë të mirë paguar, një punë e cila është produktive dhe i shërben si ekonomisë ashtu dhe individit. Nga ana tjetër duhet i largohemi konceptit punës fikse, të punës automatikisht të përputhur me diplomën e shkollës. Sistemi global ekonomik dhe trendet botërore janë që nuk ka më profesione stabil. Është normale për një njeri mesatar në botë që të ndryshoj 4 apo 5 profesione gjatë karrierës vetë profesioniste. Kështu që kjo duhet të thënë para se të vemi tek debati i gjetjes punës së përshtatshme. Zyrat e punës janë aktivizuar goxha së fundmi në treg. Kemi hapur zyra të reja pune në Tiranë, Durrës, Elbasan, Vlorë dhe Kavaj. Ne po vazhdojmë angazhimin ton për të hapur zyra të reja në të gjithë qarqet e vendit brenda vitit 2014. Po aplikojmë një model të ri të shërbimit sa i përket ndërmjetësimit punës. Pra, ne si zyrat punës nuk krijojmë vende pune, ne vetëm ndërmjetësojmë ato. Përpiqemi që të gjejmë individin më të kualifikuar dhe ta përputhim këtë kërkesë të individit me një kërkesë të një biznesi specifik. Dhe sigurisht që jemi një ndër aktorët që operon në tregun e punës, pasi ka dhe aktorë tjerë privat e kështu me radhë. Ka një mori shkollash të larta, apo jo, cilat japin diploma shpesh herë ndoshta edhe jo të merituara dhe kemi një dyndje diplomash në treg. Megjithatë edhe një përpjekje shumë e mirë që po bëhet për arsimin profesional, aty ku duhet orientohet dhe tregu i punës, për të patur kështu sigurisht profesione që janë aktualisht dhe janë harruar, por dhe të reja, apo jo, ka zhvillim teknologjike e tjerë e tjerë. Si mendon se është ky raporti, le të themi, i një arsimi profesional që ty të bën, ndoshta jo me shumë shkollë, vite shkollimi i profesionistë të mirë, dhe nga ana tjetër një diplomë e cila shpesh herë nuk po na hyn më në punë. Atëherë, formimi profesional është një nga aspiratat dhe një nga politikat e kësaj qeverie. Ne, si Ministri e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, kemi miratuar para një muaji strategjinë kombëtare për punësim dhe aftësim 2014-2020, ku një fokus i veçantë i vjet pikërisht kësaj që ju sapo thatë, formimit profesional dhe arsimit profesional. Ne besojmë që Shqipëria duhet të ketë disa avantazhe specifike ekonomike, një prej të cilave është krau i lirë i punës, burimet natyrore, turizmi, por ama krau i punës nuk mund të jetë vetëm i lirë, ai duhet të jetë i mirë kualifikuar, dhe sigurisht që diploma universitare në shkencat e humanistikës nuk janë realisht një avantazh ekonomik. Pra, ne nuk mund t'i avitemi ekonomisë rajonale apo kontinentale duke pasur një mori njerëzish të zhvilluar në shkencat sociale apo në marrëdhënie ndërkombëtare. Ne besojmë që një avantazh ekonomik i Shqipërisë do të ishte të ofronte shërbime, do të ishte të ofronte një krah pune të kualifikuar në nivelin teknik, kështu që kemi vendosur theksin tek arsimit e formimit profesional, por është një angazhim i cili kërkon goxha kohë, kërkon goxha para, kërkon një angazhim shumë të fortë dhe të biznesit, i cili duhet të ofrojë ekspertizën, vendet e lira të punës, vendet e lira të trajnimit,
por sigurisht që është një nga angazhimet tona më themelore në mandatin e ardhshëm. Në fakt, për të patur punësim dhe zhvillim pa diskutim duhet jetë koordinimi mirë i disa aktorëve dhe faktorëve, politik, privat apo dhe klasës punëtore që ty të paraqitet për ta punësuar. Megjithatë, ka patur rritje të nivelit të punësuarve agenci me aq sa ju keni mundur të vini re? Atëherë, paktën duke folur për shifrat e zyrës punës, ka një rritje drastike të numrit njerëzve të ndërmjetësuar nga zyra e punës. Rritja më e madhe në fakt është e numrit në njerëzve të cilët aplikojnë në zyrat e punës. Kjo vjen si shkak edhe si pasojë edhe e rritjes së vizibilitetit të institucionit ton. Kemi një numër shumë të madh njerëzish që aplikojnë në sistemin ton online, puna.gov.al, dhe kemi po ashtu një rritje shumë të madhe të ofertës nga ana e biznesit. Me një mesatare prej 3.000 vendesh lira pune çdo muaj, ne kemi anoncuar deri më sot mbi 12.000 vende lira pune dhe kemi ndërmjetësuar qysh nga fillimi i të paktën punës time në institucion rreth 7.000 vende pune. Të ndërmjetësuara, po. Drejtat e punëtorëve, flasim pak dhe për këtë pjesë. Sa respektohen dhe le të themi sa i mirë organizuar është një individ që punon si në shtet ashtu edhe në biznes. Flasim këtu për skemën e sigurimeve, për drejtën e tetorarshit, lejeve etj. Në fakt, kjo është një specifik të cilën e mbulon një institucion i veçantë nën Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë, që është Inspektorati i Punës. Duhet pranuar që në sistemin shqiptar ka akoma mangësi dhe sistemi lë shumë për dëshiruar sa i përket mbrojtjes së drejtave të punëtorëve, por duhet kuptojmë që disa ndryshime serioze janë bërë. Kalimi i ri i ligjit për në punësin civil sigurisht që garanton një pjesë shumë të mirë të njerëzve të cilët punojnë në administratën publike, teksa kemi disa mangësi në sferën private, por që besoj që angazhimi i Inspektoratit të Punës ka qenë dhe do vazhdoj të jetë besoj produktiv, paçka se nuk mund të flas për një institucion me cilin nuk punoj, besoj se do të jetë produktiv sa i përket të drejtave të punëtorëve. Janë hapat e mira që po bëhen. Ju thatë pak më parë që në panajerin e punës ka si biznese shqiptare ashtu edhe të huaja, apo jo, që ofrojnë mundësitë e tyre për punësim. Raporti i përgjigjes së tregut është i drejtë apo le të themi ka probleme deri diku? Mund t'i përgjigjet një biznesi të caktuar çka ofrojmë ne në shkallë punëtorës? Atëherë, ka disa biznese të cilat operojnë tregun shqiptar, kryesisht koncesionar, si këto që po punojnë me ndërtimin e hidrocentraleve, të cilët kërkojnë një krah kualifikuar që ndoshta ne nuk e kemi për momentin. Në marrëdhëniet tona si shërbim kombëtar i punësimit me këto biznese jemi përpjekur që të ndërmjetësojmë disa individ profilit lartë dhe deri diku kemi pasur sukses, por duhet kuptojmë që pretendimet që kanë bizneset e huaja për individ kualifikuar me certifikata ndërkombëtare kualifikimi nuk gjenden në sistem, nuk përmbushen nga sistemi shqiptar. Pra, paktën për disa specifikime teknike, ne nuk i kemi akoma teknikët e kualifikuar, njerëzit e mirë kualifikuar në nivel ndërkombëtar që përmbushin kriteret e këtyre kompanive të huaja. Lejoni t'ju uroj punë të mbarë, pra duket se ka shumë për të bërë pa diskutim dhe tregu nuk mbaron kurrë. Shumë faleminderit e ju për ftesën dhe shihemi në debate të tjera. Patjetër, me shumë kënaqësi. Genta, Kam studio po Stela. Isha duke dëgjuar pa diskutime shumë vëmendje. Ka qenë panoramim i shkurtër, në fakt tepër i detajuar dhe i saktë i gjithë situatës së skemës punësimin të punëtorëve në Shqipëri. Ka shumë për të bërë ashtu si sa dhe zoti Genci, megjithatë ne shpresojmë për më të mirën. Me kënaqësi e kemi dëgjuar këtë bisedë dhe shpresa që jepet në fakt nga të gjithë këta individ që punojnë fort për të ulur shifrat pse jo të papunësimit në Shqipëri dhe shpresojmë që ndoshta pas disa kohësh rezultati jetë i ndjeshëm edhe vetë qytetarët ta ndjejnë një gjë të tillë. Mirë, miq të dashur, kjo ishte biseda e cila na vinte nga Genta në këtë lidhje të drejtë për drejtë dedikuar 1 maj ditës së punëtorëve, ndërkohë ne do të vazhdojmë me të tjera diskutime të cilat pasojnë One Morning me miq prezent në studio. Për momentin do të ndalemi sigurisht tek muzika, më pas minutat e tjera do të vinë me miq të tjerë.